Na jena diaspor, na jena full shit show. Na jena diaspor, na jena full shit show. Full. Na jena full shit show. 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 Full shit. Full shit show. Salut, kam dhe urdhur unë për ty, sa shumë ty të kam dashur, më mirë me ty dhe fugara, se sa pa ty i pasur, hej, po, çfarë thoni, interesant dhe të mirë, kam regjia, kjo kamera është mirë apo jo, mirë mbroma gjithve, ku do që jeni edhe sonte në Full Ship Show, si çdo javë ju përshëndesim nga zemra dhe nga shtëpia më e bukur e diasporës shqiptare, ku do kemi jetë reale dhe do kemi një mysafir për 100 herë, valla 100 herë kena pas në emision. Pe e bëjmë sot 101. Hej, shikojeni pak. Kush ja qëllon, kush është ky? Jeni të fort. Ja, po ja më sheli emrin. Kush ja qëllon, kush është ky kingu këtu? Edhe do ta kemi të ftuar pastaj në Full Ship Show për të folur për veprën e tij, librin e tij. Sportin marcial, boksin, ish kampion bote dhe sot ka promovuar një libër ku flet për suksesin, karrierën dhe gjitha me radhë. Detajet do na tregoj vetë pastaj dhe deri në momentin që e ftojmë mysafirin ton, do falenderojmë sponsorët tanë. Kemi Kompleks Anesi, duke falendëruar zotin Valon Ramushi që je me Full Ship Show, fshati më i bukur turistik në fshatin Makresh në Gjilan, ku ka një standard zvicran ky fshat, me rrugë, me ndriçim, me internet, me 270 metër katror banim në vilën tuaj dhe me pishinë verore dimrore. Ja vlen të bëni pjesë e këtij fshati turistik. I ftoj gjithë gilanxhit 06 të jeni te Kompleks Anesi, sidomos kësaj vere të shkoni të vizitoni. Faleminderit shumë, Kompleks Anesi që jemi me Full Ship Show. Big up. Faleminderit DJ Crazy për këto big up-at mira, kemi DJ Crazy. Po ke është më gjigant. Mos kesh atë gjigant, kemi një DJ Crazy, e ka emrin, e kanë gjitë vetës. Edhe ka herë talçon big upin, ka herë talçon u i bi me dorë kështu, ai lëshon mas 1 minuti. Kur e ndali unë kështu mas 1 minuti e ndalej. Dikur pa ja bon kështu lëshon para se me, domethënë kjo është gjoja mo crazy që e kena pas në herë, po ka lezet, sanet crazy janë sanet më të mira që ekzistojnë. Prishtina Tiket është me Full Ship Show, partner i cili na jep mundësinë për të rezervuar biletën nga Prishtina në Gjenevë, në Bazel, në Zyri dhe në gjithë Evropën. Dhana sjelltas nga Evropa, Bazeli, Zyriu, Gjeneva, në Prishtinë, me Prishtina Tiket, mirë lirë, pa turbulenca, pa efekte anësore. Faleminderit shumë Prishtina Tiket që jemi neve. Pap. Ja. Se tashi vazhdojmë me pjesën e 2 të emisionit ku kemi të ftuar Tefik Bajrami, një ish bokser, tashmo më duket e ka mbyll karrierën e boksit me sa di unë, nuk e di, tashmo ka është si trajner, realisht trajnon shumë të rinj apo të reja në sallën e sportit tij në Lucern. Tefik Bajrami ka botuar veprën e tij të fundit hera parë, më duket vepra e parë që ka botuar, rruga e suksesit, një histori inspiruese, guximi dhe triumfin ndërkombëtar. Pra Tefik Bajrami ish kampion bote, i cili na ka bërë krenar. Sot do ta kemi në Full Ship Show për të promovuar veprën e tij të librit dhe për të folur pak edhe për boksin, edhe për trajnimin, edhe për librin, edhe çfarë përmban konkretisht ky libër. Realisht diçka shumë interesante kur një bokser shkruan edhe historikun e tij të karrierës. E ftojmë me duar turkiti, unë big up from DJ Crazy, Tefik Bajrami! Shumë faleminderit DJ Crazy për këto big up-et mira. Tefik, mirë se erdhën në Full Ship Show. Përshëndetje, unë
me dëshirë të shtëpia e diasporës. Ndihem shumë mirë këtu. Shumë mirë jetë, Tefik. Shumë interesant, bro. Dëqysh du fort, se di pse. A ti du në aspektin pozitiv të fjallës, jo se për na merë kush për keq, që na merë drejt, që na qesin ka mos. Amo, si njëri, më tregon shumë pozitivitet, shumë njëri, mirë më duke, shumë shok, mbi gjithat kam edhe komshi, po komshi edhe në Lucern. Ajo ka ndikim, po edhe më dohëm të jem njëri pozitiv. Je pozitiv, realisht. A ka të boj një boksier, nuk do më thonë që një boksier i fort edhe i fuqishëm mos me qenë pozitiv, apo jo? Nuk ka të bëj kjo. Karakteri me sport. Varë çfarë karakteri ka njeriu. Okej. Ti je më shumë pozitiv o negativ, realisht kështu? Pozitiv, po. Sa je negativ? Sa %? Ndoshta kur kam qenë më i ri, kam qenë më shumë. Po tash jam me pak negativ. Si ke qenë më i ri, se s'kemi folur asnjëherë te Fik bashkë. Si ke qenë më i ri? Ke qenë pak temperament apo si ke qenë kur ke qenë i ri? Temperament i ri, pa dini shumë. Pa parë botën shumë. Edhe je pak më ndryshe, pak më agresiv në mënyrën A ke qenë agresiv kur ke të shprehur. Jo shumë, s'kam qenë agresiv. Nëse e krahasoj tash me gjendjen tash, është ndryshe. Çfarë moshi më fal? Unë jam javën e kaluar i kam mbushur 49 vjeç. 49 vjeç, nuk dukesh te Fik. A bën kështu gjona trajtime të fytyrës së zëna apo jo? Jo, është boksa. Veç boksa, domethënë, trajtim botox box. Ja. Bobox. Jo, normal. Jo botox, po bobox. Aha, bobox. Sa mirë gjeta këtë, bobox. Unë gjithë edhe që kam përfunduar karrierën, merrem me sport, kujdesem në ushqim, në gjithë shka. Atëherë, folim pak, të fiksasires në kërë me fol bashkë, kështu vend që me fol bashkë. Ti e ke mbyll karrierën e boksit? 2019 e kam përfunduar. E ke përfunduar në 2019, me fitore? Po. Bravo. Tashi, merresh vetëm me trajnimin Po, e kam trajnimin, plus edhe kam një kompani timen security. A, kompani security këti? Teo Security quhet. Interesant. Po. Okej, bënja reklamën, bënja se ta çere këtu, kam kërshi, s'ka nevojë për postisht, veç ta lëm mbyll kashtë aty te. Sa punëtori ke në sigurim te Fik? Dikon 15. Po s'kam ditë që ke edhe sigurim. Kam menduar që veti i aktivizuar, po jo që ke kompaninë tënde. E kam që sa vite kam pas kështu Einzelfirma, tash vit që vit nga viti i kaluar e kam GmbH. Bravo çof. Po, Teo Security GmbH. Super. Shumë mirë, bukur. E tashi që e ke mbyllur boksin, atë mungon ajo pjesa te Fik apo me dasht edhe tash mundesh më organizu në një meç? Çka më mungon është stërvitja intensive. Në atë kohë. Po, se kur kam pasur ndeshje, është tash më stërvitje intensive. E tash nga njerë stërvitën, po jo gjithëherë sikur përpara. Jo ke çka punë, diçka tjetër. Kur e ke ditë që e ke ndeshjen, atëherë duhet me Absolutisht, me dhonë zorë për me rritë. Do një zorë, po. Absolutisht, po. Thejë që në rini ke qenë pak më ndryshe, atë ka bova ki në herë në rinin tonë dhe mu raf me njerës shu në rrugë, apo atë ka ndodhë në herë mu kap me dikan, mu përlo me dikan te Fik? Thuaj se jo. Jo. Thuaj se asë njerë. Okej. Nëse dikush ta bën përbërgjë në rrugë te Fik, ti përdor logjikën apo forcën? Logjika. Logjika. 100% logjika. A hap rrugë te Fik nëse dikush shan? A hap rrugë? Po. Si me do në hap? Aja hap krah, dhe më thonë në qovë se dikush në rrugë të shanë, qa banë, qa veprimi banë? Nuk do të më marrë me atë punë mos pare, do të më mundu me ndryshu gjendin, si është, çka mënyrë tjetër. Jo mënyrë agresive, çka se Okej. Nëse dikush tenton te Fik, jam kurioztar me ditë, nëse dikush tenton marrë me të sulmun rrugë, me gjujt. Qa bën një boksier? Vetë mbrohem. Qa do thotë kjo mu vetë mbrojt? Mbrojnë vetën kështu mos me gjujt, apo e gjun tjeta? Jo, nuk e gjuj. Nështë kur kam qenë i ri, kisha me dura ashtu. Tash nuk më këndaj ashtu. E si tash, veç mbrojnë vetën mos me gjujtaj? Me mbrojt edhe më largu, në këtë distanca. Unë edhe vetë i kam stërvitit, për shembull edhe nëse dikush të sulmon, si mundesh të largosh, me pas distancën, jo vrap, po më largu prap, mos. Pa e t'njek? Nëse t'njek, qa du të me vepru? Me ik, vrapu. Një boksier me ik? Jo, është pak rrahja
Nuk është pozitive. Nuk ka pozitive. Po nëse Shumë është mesazh i mirë kjo që tu fol. Mu me qesh në mënyrë të nëse vjen deri aty Po. që s'ka tjetër rrugdale, atëherë duhesh me qenë aty. Dem pa dem. Dem po, Po ajo Face to face. nuk guxon me ndodha, po. nuk guxon mendon. Po. Edhe nuk ka ndodhur. Realisht nuk ka ndodhur. A dënohet te fik si është ligji? A dënohet njeriu nëse vetë mbrohet? Pra, nëse dikush sulmon, do na me ditë të gjona ti informojnë publikun në rrugë. Nëse vetë mbrohet në atë mas se si e sulmuar. Pra, supozojmë që dikush vjen me të sulmu. Pra, vjen me të sulmu. Vjen me të gjujt. Tani, atë ka ligji ty nëse ti s'ke faj, po ti për me vetë mbrojt veten ja fut një bam ati edhe lëshon tokë. Kjo besoj që nuk është shumë dëmi madh, sepse domthon ai sulmuesi ka sulmuar ty, Po. ti i vetë mbrojt edhe që e ke goditur. E ke goditur. Po. Pra, nuk ka ligji ty domethënë. Po në Qoftë shumicën e raste thuhet nëse mas pare duhesh me marr goditin në farë mënyre, A, me marr goditjen. pastaj me kthy. Po, okay. Po tash kjo Pa është- marr goditjen nuk do të më gjujti domethënë. Po tash kjo është ti ndoshta mundesh edhe me ik goditës. Në mënyrë tjetër për çka. Po. E kam pasat boksierin e Gjakovës të në emision që tha prej boksit tha kam fillu atletik me hik me vrap tha se hina në ring tha unë hik tha ai mjek, unë hik në ring tha ai mjek. Thash atrej, thash ka po ta mërmeni, tha mrej jo. Tiron mamusha. Interesant. Të mungon domethënë pjesa e boksit e fik. Mungon domthon siç thash, së viti. Tasha mundesh sot me dash me organizu një meç, me kërku dikuj për qefin tënd. A të ka shku mendja apo jo? Jo, unë ke mbyll këtë. unë jam mirë kur të them jo është, jo, mbetet jo dhe është histori si ka qenë histori suksesi. Po, absolutisht. Edhe për mua është ka përfunduar ja, ka gjëra të tjera jeta. Edhe shumë mirë është, okay. Bravo. Tani të dalim pak tek vepra. Kjo është libri që ke botuar. Po, Çfarë bëhet fjalë në këtë libër? rruga e suksesit, domethënë është një histori inspiruese mos pore, domethënë nikosisht është autobiografia ime, por edhe një histori suksesi edhe inspirim për rinin apo për gjithkën që lexon këtë libër që mund me arrit qëllimin e vet me ushtrime, me punë, me zell, me gjithçka. Me përkushtim të madh. Ai është qëllimi i këtij libri. Okej. Kur është botuar ky libër? Ky libër është në botim e sipër, Është në botim e sipër. Po. Kur lançohet ky? Kur? me 16 maj në qytetin e Podujevës do ta prezantoj librin. Me 16 maj. Maj po, e shton mbrëmjen nga ora 5. Në galerinë Me librin ku do në në Podujev. Në galerinë Në galerinë e Arte, Podujevës. Në galerinë Me Arte. 16 maj. Po, 16 maj. Ali Mitenant. Me 16 maj tek Fik Bajrami në galerinë e Podujevës. Në Podujev promovohet libri Rruga e suksesit. Çfarë promovimi ke organizuar? Si do bëhet? Si e ke menduar promovimin e këtij libri? Kam një dokumentar 10 minutësh për biografinë time, që tregohet në ekran, pastaj flasin disa njerëz aty Je duke organizuar me forcat tua apo ke mbështetje nga komuna apo kam nga mbështetje nga komuna, po, nga komuna Podujevës? edhe nga meqë kështu, po. Bravo. Bukur shumë. Interesant. Mos harroni me 16 maj e keni te Fik Bajramin, kush ka dëshirë me taku se te Fiku nga Podujeva është. Kështu që keni rastin me taku patriotin tuaj apo bashkëqytetarin apo bashkëshatarin tuaj në Podujev me datën 16 maj ku promovon librin e tij Rruga e suksesit. Edhe pse jo, bashkoheni ta shikoni edhe dokumentarin, por edhe ta bleni librin për tu inspiruar realisht, për inspirim është më tepër. Bukur shumë. Interesant. Edhe foto ke këtu, të gjitha ndeshjet i ke këtu që i ke realizuar, apo jo? Nuk janë gjitha tash sa kam mund ti gjej fotot. Okej. Po. Bukur. Sa kohë tu ka dashur të fik për këtë libër? Edhe ti aty në foto dikun. Ku? Jam unë këtu? Po. Mos, të cila faqe jam unë? Jo ta shoh ku jam. Ku jam se që ka interesant ta gjej veten pak. Jo, ja i sekond. Ta shoh ku jam o vlla unë. Priti se pa e gjet veten nuk e lëshoj këtë emision, po t'tregoj. Edhe pse shkojnë këtë minutazh aty e lyp veten. Ja i sekond tash. Ja i sekond tash. Pa e gjet, am kilon ka fundit ikun po. Ai sholla am kilon ka fundit, ai heku intervistën fill tash direkt me nerën.
Ja i sekond. Me sa di, ato është, po. Që me sa di, thot aty tash në dyshime, a jam as jam? Ani isho. Po që kam, po. Ja ku jemi unë, Tefiku, Marashi, Virusi edhe Asrit Mulej. Ja ku jemi këtu në fotografi, po, bravo. Ja ku jemi Kingu, në qofë se do me ja hedhe sy, të përshëndesim edhe ta Kinga që janë në foto. Edhe, ja, edhe një herë, ja ku jemi këtu. Kemi dalur tek studio para kësaj që kemi pas. Tefik, faleminderit, se interesant me na integru në librin tënd, është kënaqësi, unë ta di për ndër, ose dita, këtë ma bën në surprizë realisht. Po thonë do të bëj surprizë shumë njerëz te galeria në Podujë me datën 16 maj. Këtë kanë marrë aty, më e mend çfarë të them. Full nga mush. Galeria e arteve. Galeria. Sa kohë ka dash me realizu këtë vepër? Dikun një vit, ndoshta. Një vit. Po. Okej. Jo gjithërë rregullisht me kohë, po Kush është redaktori i këtij libri? Më ka ke punuar apo vet? me Abdullah Trushupa është profesor edhe është autor në Prishtinë tonë. Vlen ti përmendim njerëzit që kanë qenë bashkëpunëtor në këtë vepër. Redaktor Abdullah Troshuba, Po. Recensent Argjend Hasani, lektor Femi Kuleta, thyrja teknike Bashkim Zabirgja. Zabirgja, Po. po. Bukur shumë Tefik. Shumë Tefik Bajrami rrugë e suksesit. Është një libër është një biografi ku e ceki prej fillimit karrierës te në fund, jo vetëm në boks apo në kickbox apo për gjithçka, ngritet edhe rënjet, këti i kam aty. Ngritjet edhe rënjet sa i përket karrierës apo jo? Apo edhe të jetës private? Më shumë në karrierë. Në karrierë. Aty kam cek edhe ngritjet edhe rënjet, se aty në pjesë e jetës sime. Po. Pra, gjitha lidhje me karrierën, Po. kur ke pas luhatje. Plus edhe në shoqëri, unë jam mirëm edhe me politikë ka pak, por edhe me shoqërime, me gjëra tjera, unë jam i shumant shumë. Okej. Po. Me politikë, si po ecën? Jam delegat në komunën e Emen ato, i partisë qendrës, Okej. por më shumë nuk kam kohë më shumë. Okej. E kam parë që për më hym politikë duhet të pas 100% kohë. Atë kohë nuk e kam. Okej. Edhe mirë kështu. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell. Që është aktiviteti tash momentalisht që merresh më shumë ti? Trajnim, do mund që kem shkollën e arte marciale me vllaun Xhehet Bajramin, edhe kompaninë time të sigurimit, security. Okej, me vllai jeton këtu apo në Tiranë? Tiranë, po. Në Tiranë. Okej. Me ato dy jam mirë më shumë ti. Bukur shumë. Po. Super. Interesant. Ku gjendet ky libër tash, Tefik, për njerëzit që nuk janë te galeria me datën 16? Se kanë ndoshta njerëz që na shohin edhe na ashtu kanë dëshirë me marrë këtë libër për ta blerë. Do të del në internet, Po? edhe mund të porositet. Do dal në internet online. Po. Me në çfarë Ende se kam caktuar, po tash është në punim sipër, po. këtu është për t'i vendosur çmimin besoj apo jo? Është kodi që vjen nga Apo kodi. Sa ka me kushtu një libër Tefik? Apo e ke menduar vetë? 15 euro. 15 euro. Po. Një libër. Okej, bukur shumë. Pra, prej datës 16 maj ky gjendet online nëpër internet. Po. Për të porositur. Edhe në Zvicër në gjithanej. Po. Bukur shumë. Interesant. Si të erdhi ideja me zgjedhë të fotot e coverit? Diçka jo shumë vetëm boks, si agresiva për diçka pak me përzierje.
Se ke dalë kështu edhe boksier, po edhe i qeshur, të dyja i ke përzirë, po. Për atë arsye doja ta kemi një foto pak ma relaksuese. Ja, bukur. Si që me dhe vetë në shtarë, relaksuese. Po, i fordje të fik. Për bezje i ford gjigant. Interesant. Tefik, kështu, me Kosovën, sa i lidhur? Sa shkon po të jevë kështu? Përveç promovimit që ke me Bolimin, a je lidhur, a shkon, a ke aktivitet atje, si ndihesh, se tash me edhim, bashortja jote është e huaj, a shkon më shumë... Jo, Kosovë. Ka meqt, o ka Kosova? Kosova, vendlindja. Nga vendlindja. Je lidhur shumë? Shumë lidhur, unë kam edhe shumë meq, kam edhe sepse kam bërë ndeshja atje në Podjevë, në Kosovë, kam shumë njerëzi meq me gjitha kategoritë njëhem Kosovë. Okej. Si kun gjithë botën, those. Jo të në Kosovë, kam meq në këtë botën. Okej. Çfarë të bën të lumtur ty, Tefik? Lumturia është pozitiviteti, si ta përcaktosh ti jetën tënde. Si ta merr, ose e merr në mënyrë negative, që është e keqe, që s'ka përparësi, ose çka në mënyrë pozitive. Në shumë gjëra. Ty personalisht, mos po është edhe lumturia familjare, mos pore. Ba. Është pjesë e jetës. Pastaj aktivitetet sportive, edhe të bëjnë më të lumtur. E gjithçka. Cili ka qenë momenti më i lumtur i jetës tënde? Pyetje shumë interesante. Kur e bër bab? Për herë të parë. Po. Cili ka qenë momenti më i hidhur i jetës tënde? 14 korrekt 2018 e kam cekur atë, kur kam humbur në Podjevë, për shembull. Ajo është rënja ime më e madhe që më ndodh. Live në RDK. E për shembull. Pra ajo ka qenë momenti më i hidhur. Humbja jote. Në Podjevë, a? Po. Atë Më ke pa të këtë ndeshje, Tefik? me një krahat kam pasur atë me ndeshje. Krap. Po. Okej. Edhe e humbe ndeshjen. Në cilin veç e humbe? Në rundën e 5. Të pestin. Po. Ka qenë gabimin se kam qenë vetë organizator. E nuk shkon. Shumë stres. Po, ngarkesë e madhe. Ka gëzë madhe. Po. A vetë ke organizuar ti vetë je marrë me gjitha detajet, me organizimin. Vetë edhe me ca shok tjerë, po ma shumë të edhe vetë. Po, pastaj të kara gjitha e barë edhe e humbe ndeshjen. Si e priten tifozat Podjeva, si e priti humbjen tonë? Të shqiptarët... Se tash është shumë interesant të shqiptarët. Të shqiptarët, nëse je i mirë, Ke mbështetje. pjedestal. Nëse je pak më ndodh që i keq, atëherë Të fusin nën tokë. kam pas fyrje, për shembull në atë kohë kur kam humbur, kam bërë knockout, kam pasur fyrje gjithçka. Në atë kohë. Ashtu, Ka qenë goxha e rëndë. Ashtu, E ke përjetu keq domethënë. Kam përjetu goxha e rëndë edhe i thash vetë ose të mbetem në grup ose të ngrihem. Dy gjëra. Edhe vendosa të ngrihem. Edhe prap arritat aty ku isha. Arriti përsëri aty ku ishe. Edhe më lart, po. Tani ideja është që prandaj po thuti që momenti më i hidhur në jetën tënde është humbja bashkë me fyrjet që ke marrë, apo jo? Po. Ma shumë fyrje those. Fyrje në rrjetet sociale gjithandej, apo Po. edhe në sallë. Edhe njerëzit që i kam njohur. Që kam njohur, do si kam njohur hiç, nuk më kanë shkruar gjëra banale, po si është part më. Edhe njerëz që i ke njohur kanë shkruar gjëra banale për humbjen tënde. Ma shumë pa njohur, ama edhe të njohur më kanë kritikuar, po Pra, je ndje keq atë kohë, apo jo? po. E ke përjetu keq. E kam pas këmbën në thirr. Edhe 2 muaj kam ecur me shtaka. Në ring ku thuj kamba? Po. Fatkeqësi ka ndodhur. Si ndodhe është u thuj kamba? Sa ka qenë boks apo ka qenë kickboks? Kur jam buzuar në tokë, kam më thy. Direkt kam rënë në tokë. Direkt i ranë tokë. Edhe u thuj kamba. Kjo është pjesë e Edhe tani në vend si me pas një mbështetje, se në momentin më të vështirë njeriu ka nevojë për mbështetje, ti ke pas plus knockout, plus kamën në fytyrë dhe plus komendet negative. Tash vërtet kom pas nga njerëz, apo kom pas edhe familjar po flas përgjithësi. Kom pas edhe gjëra për shembull që kanë fyr në mënyrë. E tani sa e përjetove këtë, sa kohë ty desh për me marr veten? 10 muaj, veç 10 muaj. 10 muaj.
Qa bone gjatë aty, jo për me marrë veten me u rikthyn në ring, po me marrë veten nga opinioni i negative, nga negativiteti, pra nga komentet negative. E caktova që dua të ringrihem, mos të mbesim këtu, Po. edhe prap u shërova, fillova me stërvitje, edhe më shumë, edhe mbrenda 10 muajve kam boksuar prap në Pudivë. Okej. Kam fituar pastaj edhe 3 herë, edhe u shpalla kampion i Europës për version WBU në Pudivë. Okej. Mas nej. Me atë tipin i ndesh përsëri apo jo? Jo, Me ata si ndesh më? nuk ka dashur, kam kërkuar revansh, po s'ka dashur ai. A i ke kërkuar revansh me ndeshin e rikthimit, e se ka pranuar. S'ka pranuar. Pse? Po ditë. Interesant. Ai ka qenë fat i tina që ka fituar, normal. Unë 5 runde kam qenë duke fituar. Po një goditje, domthon koncentrimi jo, ndoshta jo i madh, lodhja nga vetë organizimi gjithçka, do ndikon. Ai është pjesë e historisë. Po. Absolutisht. Okej. Sa kohë tu dersh se psiqikisht një sportist apo një artist, nëse merr sulme, rëndohet psiqikisht. E ke parasysh shumë artistë apo njerëz që marrin komente negative apo shu online, ka nga ata që menaxhojnë veten shumë mirë dhe s'jam ndjen, sikur unë për shembull që shpeshherë shoh komente negative po s'ma ndjen fare. Ka dhe ata që marrin afër vetes, afër zemrës edhe ndjen shumë keq. Ti në këtë moment a e vujte apo e bone? Kur i mora komentet normal ka qenë diçka negative. Po, ti si ke përjetuar? I kam përjetuar, rënd i kam përjetuar. Rënd i ke përjetuar. Sepse dhe isha kur humba dhe linduar, domthon nga njerëzit që i njeh, do që njeh apo do që nuk i njeh. Edhe për ata syve vendosa të ringrihem. Tani, humbja ndodhin po do jeu. Po. Ndeshin në radhë se bune përsërin po do jeu? Po. Pas 10 muajve. A erdhën përsëri edhe të njëjtit njerëz aty? Ka pas po prapë. Tani u rikthyn përsëri me ty apo? Po. U rikthyn përsëri. Pra i bën edhe Kjo herë. është interesant ja. Kjo është interesant. Shumë interesant. Më ia dhon mundësi një herë. Po. Me të kthy kundra, pastaj më thon, hajde prap bëhuni me mua. Po. Bukur, interesant, shumë interesant. Kjo është histori suksesi. Ja, absolutisht. Tamam histori suksesi, sepse njeriu nuk bën më dërzua asnjëherë, më duket. Jo, asnjëherë. Në asnjë mënyrë. Interesant. Gjithëherë ka rrugë dalje. Do durim. Kohë pak. Edhe E sot të vik si një trajner, jo më boksier. Si e mban veten? Si e trajton veten? Qoftë fizikisht, por qoftë edhe në të ushqyer apo kështu. Që the unë ruhem nga ushqimi. Çfarë ushqimi konsumoni ju sot? shiqet, me largu shiqet. Pra sheqer nuk konsumoni. I ndyrave, më shumë më i larguara. Me ngrën me mas, jo te mase. Këtë të ndikojnë. Pastaj stërvitje. Unë gjithërë 3-4 herë në javë u stërvitem. Okej. Zgjohem në mëngjes ose vrapoj ose shkoj në fitness. Bravo. Edhe ndihem shumë mirë. Po. Bravo. Shumë mirë. Të fikë kam një pyetësor. Duhet me ta bëj. Po. A je gati? Do zgjedhësh njërin nga dyja. Okej. Bjonda apo Brune? A e ke parasysh? A ose B? Bjonda ose Brune? A, Bjonsson. Po. Bjonsson Brune? Brune. He? Brune. Jo. E di që të pëlqen Brunet, po është unë po mendoj kështu si domethënë po ta jap si shembull. Po. Se s'ka këtu Bjonda dhe Brune. Po veç zbulova që po të pëlqejshin Brunet. Jo ti pyet Bjonsson Brune më nova. Jo. S'ka pyetje të tilla këtu. Si është edhe si shembull, domethënë që më zgjedh njërin të zgjedh Brunet. Po. A do preferoje të hysh në ring me një kampion të ri, pra me një kampion të ri, domethënë të hysh sërish në ring me një kampion të ri, apo të përballesh me një kritik të librit në televizion live? Do rizgjedhësh me hyrë edhe herë në ring me një kampion të ri të botës apo të Europës, mundesh sot, kështu siç je, apo me ta dhon dikush një kritik live për librin tënd? Dytën. Me ta dhon një kritik për librin. Po. Njëri mëson nga kritikat. Mëson nga kritikat më shumë se sa nga levdatat realisht. E kështu me kampionin e ris po tamam, a? Jo, s'mam, po Me do ik. prap, unë e kam vendosur mos me hyrë në ring. Ti ke mësuar me varprutash. Po. Unë e kam vendosur mos me hyrë në ring. Edhe për të sy tash i mbetën besnek asaj gjë. Bukur. Unë Në rregull.
Nuk jam sigur shumë bokser, por shumë shka sa përfundu karrierën. Tani hajde ta bëjmë edhe tjetër. Hajde edhe tjetër. Okej. Unë jo. Okej. Më mirë të marrësh një goditje kohë knockout, apo një review me një yll në linkun ku librin e shet online. Jo me 5 yje, me një. Ënjer, Apo të marrësh një goditje knockout për tokë, pa. ose Apo të marrësh një si ta themi tash, një review, një vlerësim, po bravo. Ta marrësh një vlerësim shumë të ulët për librin që ke botuar. e dyta. Më mirë një vlerësim për librin të ulët se sa një knockout? Knockouti është kushton, Pse kushton? po kushton shëndetën gjithçka. Ti e ruan veten që kam. Halal qoftë. Ti e ruan veten. A do zgjidhje Tefik 12 runde boksi pa pushim apo 12 intervista radhazi për librin tënd pa pushim? E dyta? 12 intervista. Po. Okej, nuk lodhen domethënë. Jo. Bukur. Më mirë, trajner që vërtet godit më fort, apo editor që thot shkruaj më but? E para, Trajner që thot godit më fort. sepse me atë më erë më shumë. Okej, bukur. A do preferoje të stërvitesh në palestër 3 orë pa ndalim, apo të firmosësh libra 3 orë pa ndalim? E dyta? 3 orë pa ndalim me firmos libra? Okej. Po. E ke servit dorën ti. I furti. I furti. Teo, më mirë të përballesh me kundërshtar në ring, apo me fans që të thotë libri yt më ndryshoi jetën? Më ndryshoj jetën pozitivisht? Negativisht. E dyta? Pra, më përball me kundërshtar në ring jo, a? Jo. Po më mirë më thonë dikur më ndryshoi libri jetën negativisht? Do të më përball edhe me atë. Po. Në boks, më thash, e kam përfunduar E ke karrierën, përfundu. edhe nuk... Leti ndryshoi jeta negativisht, se kena, për shembull, jetë mirë këtu që ja rregullon përsëri jetën. Okej, bukur, interesant. Do zgjidhje të humbasësh një ndeshje në boks, apo të harrosh çfarë ke shkruar në librin tënd gjatë një interviste? Për shembull, ke shkruar këtë librin të Vik, edhe unë pyes çka ke shkruar ti thu s'di gjë. Shumë interesant është. Më thonë s'di gjë çka kam shkruar, apo kishe preferuar me hyj edhe me humb një ndeshje në boks? E para? Po t'ja thes du me dhesh boksin. A the s'fut në Me humb një ndeshje. Me humb një ndeshje në boks. Po t'ja thes du me luftu më në boks tash. Po tash ishte pyetja me humb apo me... Unë nuk thash më rikëthy, nuk ishte pyetja Aha, më okej, rikëthy. kishe zgjedh me humb, para se sa mos me ditë tekstin çfarë ke shkruar në libër. Ja, ishte nëse e harron tekstin është normal, nuk është gjë e mirë. Nuk është gjë e mirë, e vërtet. Më mirë me gjak në ring, apo me dirës në prezantimin e librit para publikut? E dyta, Me dirës? do mundohesh edhe që në dirësitësh. Po na iku njerëzit për sa rekordatë. Pra, jo me gjak në ring, do zgjidhje me udhërësit, me qenë plot dirës gjatë promovimit të librit. Okej, tash edhe gjaku është pjesë e lojës. Nuk është çka që është tragjike. O gjigandi. Boks. Në rregull është. Tani do zgjidhje gjak në ring apo dirës në promovim të librit? Kjo është pyetja.
E dyta. E dyta, djes në promovim të librit. Okej. Bukur. A do preferoje një kundërshtar që spushon se sulmuari, pra ai veç rritu të sulmu, Tefik, apo një gazetar që spushon të pyet, lloj-lloj pyetjesh me të vunë siklet. E dyta? Gazetar. Jo boksier se ai dham. Normal. Dham. S'kia s'kam me ikat se i rrëfum. A më mirë të dëgjosh gongun e fundit në ndeshje, apo duar trokitjet në përfundim të promovimit të librit? E dyta? E dyta. A do zgjidhë një trajner të ashpër, apo një lexues që ta korrigjon gramatikën? Dyjat janë të mira. Të parën, ndoshta. Të parën, dytën, dyjat janë si dyjat thëmë. E dyta s'është e mirë. E dyta s'është e mirë. Me ta korrigju gramatikën i bjen se kur s'ke ditë me shkruajt me gramatikë, ti edhe ai ta korrigjon. Se kur të botohet ky normal do të më pas Nuk ka... do të më qeni detajuar ky, domethënë shkruar. Libri është detajuar. Po, absolutisht, ama pyetja është tash këtu se kjo pyetje është pak më ashtu. Do zgjidhje një trajner shumë të ashpër, pra, të ashpër, apo me të kritiku gramatikën në librin tonë? Nëse rikthehem boks, atëherë do të me të parën, me marrë një trajner të ashpër. Okej, bukur. A më mirë të rikthehesh në ring për një ndeshje, realisht do ta zgjedhësh këtë, apo të shkruash librin e dytë? Dytën, librin e dytë. Bukur shumë. A do të preferoje të thrasin kampion apo poet? Kampion. Po pse kampion ti? Po hesh dorë prej boksit tash po futesh ka libri. Ti më u rikthy s'po don më. Me boksu s'po don. Pse kampion? Deshtëm, ose jam mësuar me këtë epitet. Me këtë epitet. Okej. Por realisht, edhe poet është diçka e re për mua. Domethënë prapë mund të them se është poet. A do me vazhdu me shkru vazhdimisht tash Vik? Kam menduar që me vazhduar do të shihet tash në vijem. Mas si ka vdek Ismail Kadareja tash me rrethin dorë si të hopën. Besoj që mund do që prapë merrem me një diçka tjetër. Përsëri për karrierën apo diçka tjetër? Jo, diçka tjetër. Bukur. Bukur shumë. Mirë, Tefik, më vjen shumë mirë. Faleminderit që nëse ke diçka për të shtuar me kënaqësi, nëse do më bëni thirrje, mund ta bësh një thirrje për datën 16, lutem, para se ta mbyllim. Do më thonë me 16 maj kom prezentimin e librit tim Rruga e Suksesit në qytetin e Budjevës në sallën Galeria e Arteve, nga ora 17 mbrëmje. Janë disa televiziona aty që vinë, pres njerëz më ardh me shikuar librin tim sepse është diçka inspirues për shumë njerëz, edhe shpresoj të ecë mirë. Por e dhon që të ecin mirë. Tefika, ke menduar ne jam u kthy në podio për gjithmonë? Njëri mendon shumë herë. Ama e ke menduar apo thjesht jo? E kam në njëri u thash mendon shumë herë, por për momentin jo. Jo për momentin. Po, momentin jo. Okej, bukur shumë. Tefik, shumë faleminderit që shumë folshëm. Shumë faleminderit ajo nga shtëpia e diasporës. Faleminderit aty. Që thërë që tregova ndihem shumë mirë këtu edhe shumë faleminderit. Me kënaqësi më të madhe gjithmonë sa ke nevojë për neve dëshirë, je mirëseardhur. Shumë faleminderit. Edhe kur ta votosh librin e dytë, do na vish patjetër. Patjetër.